Zëvendos kryeministri i parë dhe njëherët kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti deklaroi sot se edhe pas daljes së Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar, qeveria mbetet stabile dhe punon në interes të qytetarëve. Sipas Mexhitit, koalicioni vlen dhe qeveria kujdesen për hallet dhe dertet e qytetarëve, ndërsa të tjerët, duke aluduar në aleancën për shqiptarët, brengosen për BDI-n dhe Ahmetin. Qeveria stabile, qeveria punon për problemet e zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, ne me brengosemi, dhe me thonë që qytetarët ta kenë më mirë, ata të tjerët brengosen dhe t'ja lehtësojnë Ahmetit. Mirë po secili do përgjigjet para strukturave të veta dhe në zgjedhjet që vinë pra lokale. Pra për ne, prioritet mbi prioritete është qytetari dhe votuesi janë. Nëse dikush ka menduar që me lëvizjen e zotit Taravari ka përfunduar loja, atëherë do shohim në vijim se kjo lojë do vazhdon dhe do luhet në terrenin e Frontit Evropian. Mexhiti derisa komentoi kritikat e tani më ish partnerëve të koalicionit Vlen dhe atij qeveritar për mos realizimin e projekteve infrastrukturore, përfshirë edhe rrugën Tetov-Prizren, tha se ata nuk kanë të drejtë morale që të flasin për realizim projektesh. Mendoj që nuk kanë drejt morale ato të flasin për realizim projektesh, për realizim rrugësh, ndërsa më vjen keq që këto që nuk e patën prioritet interesin e antarësisë vetë, gojen plot pra në rrugën Arben Xhaferit dhe përfunduan pra në rrugën Ali Ahmetit, pra i qoftë për hajra jo, ne vazhdojmë pra si blok i fuqishëm, si Vlen, të përkushtuar në realizimin e projekteve dhe vetë puna pra do flet për dallimin dhe ndryshimin ndërmjet neve dhe atyre. Kreu i komunës së Tetovës dhe njëherët kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami deklaroi se edhe pas daljes së Taravarit nga qeveria, për momentin nuk ka bisedime për këmbimin e ministrive mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Nuk ka bisedime për këmbim të ministrive. Unë dhash një deklarat që një ndër shkaqet pse kemi marrë Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë që drejt përse drejti Arben Taravari ka kërkuar që të jetë Ministri i Shëndetësisë dhe sigurisht kur bën kombinaturikat për pozicionet përgjithësi që duhet të ndahen, bëhet edhe në bazë të kuadrave, kapaciteteve që i kemi. Unë thash si një mundësi që nëse do ketë nga Vlen ndonjë kombinatorik tjetër për ndonjë kuadër tjetër që është më i rëndësishëm, do ta bisedojmë me qeverinë që të ketë rokat. Por për momentin pra nuk është folë. Mbetet Ministria e Shëndetësisë tek Vleni, pozicionet që i ka pas të gjithë mbeten tek Vleni, por sigurisht që në bazë të rrethanave të reja me daljen e Arben Taravarit jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinatorikat e reja. Po për momentin nuk ka kështu bisedim. Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE ka autorizuar kryeministrin Hristian Mickoski që të propozojë kuadro të rinj për pozicionet që deri më tani i kanë takuar Aleancës për shqiptarët pas vendimit të Arben Taravarit për ta lëshuar koalicionin qeveritar. VMRO-DPMNE-ja nëpërmjet një komunikate vlerëson se largimi i Taravarit nga koalicioni është bërë pasi kreu i saj sipas tyre është i shantazhuar. Pretendimet e këtilla, Aleanca për shqiptarët i quan shpifje. Largimin nga qeveria, Aleanca e arsyetoi dhe mbështeti në çështjet etnike duke përmendur balancerin, por edhe ligjin për përfaqësim të drejtë dhe punësimet etnike nëpër institucione. Megjithatë, thelbi i konfliktit që përfundoi me ndarje fillimisht nga Vlen dhe më pastaj edhe nga qeveria është kontakti i Arben Taravarit me kreun e BDI-s Ali Ahmeti.